Holta Duda është prezantuar këtë hënë si prefekte e re e qarkut të Shkodrës. Në prezantimin e saj ishte i pranishëm dhe Julian Hodaj, zëvendësministri i brendshëm, i cili tregoi rëndësinë e rolit të prefektit. Ajo që vlerësohet tek prefekti është një organ, është përfaqësuesi i Këshillit të Ministrave në qark dhe është një organ që ndërlidh të gjitha institucionet. Pra, ndërvepron qoftë me degët territoriale të dekoncentruara të pushtetit qendror, por qoftë edhe me njësitë vendore. Ajo që vlerësohet dhe që ka dhënë rezultat është shkurtimisht kontrolli i ligjshmërisë së akteve normative, që është një plus edhe për vetë njësitë e qeverisë vendore, dhe kujtojmë këtu që aktet normative të qeverisë vendore nuk janë thjesht aktet e këshillave bashkiake, por janë edhe aktet e kryetarëve kur kanë karakter normativ. Dhe prefekti është një hallk shumë e mirë përpara se këto të implementohen në terren dhe eventualisht të lindin detyrime apo të drejta për qytetarët. Në fjalën e saj Duda tha se ngarkohet me një përgjegjësi të madhe për të quar përpara punët e nisura. Sot e marr këtë detyrë, por ngarkohem me një përgjegjësi shumë të madhe. Një përgjegjësi e cila patjetër do të ketë përkushtimin tim të plot dhe integritetin tim të plot, për të quar përpara të gjitha punët e mira tashmë të nisura, të gjitha projektet që kanë nis, por pse jo edhe për ta ngritur zërin fort për të vazhduar edhe projekte të tjera, të cilat të gjithëve së bashku, të gjithë skuadrën e institucionale rajonale në Shkodër, të na drejtojë pikërisht drejt atij pikësynimit final të cilin ne e kemi. Rritjen e standardit të zhvillimit në qarkun Shkodër për të gjitha njësitë bashkiake në këtë qark, në drejt zhvillimit evropian edhe pikërisht integrimin në Europë, ai që është le të themi motivimi më i madh i të gjithë këtij mandati që na pret përpara. Duhet në këtë detyrë zëvendëson ish prefektin Majlinda Ngoni. Ka qenë një punë sa herë e lodhshme, po aq herë edhe dobipruese. Dua të falenderoj të gjithë së pari kryeministrin që më dha mundësinë për të qenë përfaqësuese e kryeministrit në qarkun e Shkodrës, një qark me problematika, por në bashkëpunim me të gjithë përfaqësuesit e njësive vendore, po ashtu edhe me drejtoritë rajonale, jemi munduar që të marrim jo vetëm të zgjidhim problematikat në operativitet, po gjithashtu të marrim edhe nisma në shërbim të qarkut të Shkodrës. Majlinda Ngoni ka qenë përgjatë 5 viteve në drejtimin e prefekturës së qarkut Shkodër.